Që tani e tutje, ne jemi rival. Multiplikimi kroneve gjithë. Rasengan! Naruto ti erdhe fiks në kohë. Jo, ishte mrekullueshme, absolutisht e Po ju papar. pse harxhoni kohën kot këtu? A doni që të vriteni? Nejse, a jeni mirë djema? Dreshin, ajo ishte mundësia ime e shumë pritur dhe momenti im që të shkëlqija. Dhe ti erdhe shkatrove. Faleminderit shumë. Oh, më fal. Arroje. Eja Moegi. Udon, le të gjej një përbindësh tjetër. Konohamaru, a je Me sigur? prisni dhe mua. A dini, ju nuk merrni pik duke vrarë përbindëshat. Ky fëmijë është shumë i emocionuar. Kështu kam qenë dhe unë dikur. Naruto Shippuden, provimet Chunin. Naruto kundër Konohamarus. Si që ju e dini, këtë vit në provimet e Chunin nuk ka për të qenë si në programin e mëparshëm. Në luftën e 4 ninja, për të njëjtën arsye, kjo nuk është një konkurrencë midis fshatrave. Që ne të mbajmë të forcën e një shinobi. Urime të gjithëve. Ju jeni të gjithë këtu, sepse ju keni kaluar provimin e dytë. Ata që kanë fituar në këto sfida, kam për të shkuar në provimin final. Prit një sekond, a është ai? Po e vërtet, është njëri nga skuadra 7, djali që shpëtoi fshatin e Ka gjetës. mundësi, Naruto Uzumaki? Ne supozojmë të luftojmë atë, po ai lloj kampioni çfarë bën në provimet Chunin vall? Besoni ose jo, ai akoma është një genin. Çfarë? Ti po tallësh. Të gjithë këtu po flasin për Naruton. Po, normale, çfarë prej tjetër? Naruto është shinobi më i fortë i fshatit të gjethes, ai është si një yll. Tani për rregullat edhe një herë. Këto betejë janë 1 kundra 1 dhe nuk ka asnjë kundërshtim. Mbani mend, pavarësisht rrethanave, ky ka për të qenë një provim Chunin dhe mundësia juaj që të na befasoni. Pra jepni më të mirën tuaj. Një ditë që ju për të dhënë jetën tuaj në betejë. Le të bëhemi bashkë Chunin, në rregull? Mos u shqetëso për mua. Nuk lejoj. Unë do bëhem Chunin duke luftuar që të gjithë këtu. Po, por kjo do të thotë që duhet të më mposhtësh mua. Po, e vërtet, mos u frikso, kam për të qenë i butë me ty. Në rregull, por thjesht të paralajmëroj djali fort, nuk do të mposhtem pa luftuar një herë. Oh, ti je i mirë, por prap ke për të mposhtur. Mjaft me budallëqe, ka vetëm një të papar këtu dhe ai jam unë. Forca, le të ndeshemi tani. Në rregull, atëherë ti kalama budalla. Pushoni! Naruto! Te marrë po shpjegon diçka të rëndësishme, pra pushoni! Sakura qepe gojën. Kujton se ishte për të qeshur? A mos do dhe një këpuze restorante? Jo, në të vërtetë. Por shumë faleminderit që më pyete. Në rregull, erdhi koha që të themi emrat e atyre që do të sfidojnë njëri tjetrin në 1 kundra 1. Të parët të bëhen gati. Betejë e parë do të jetë Naruto Uzumaki kundër Konohamaru Sarutobi. Shumë mirë, atëherë ti do të humbasësh. Wow, Naruto Uzumaki, një nga më të mirët. Kjo ka për të qenë shpejt dhe kot fare. Këtë asë unë të shuaj një ndeshje, të them të drejtën. Unë mendoj që do ishte mirë nëse do të largohemi që... Pse? Ky tipi Naruto është Jinchuriki, apo jo? Për aq sa kam dëgjuar, ai mund të kontrollojë nuk bishtin. Por nëse ai vendos ta përdorë në betejë... Ti po shqetësohesh shumë. I shkreti Konohamaru. O, çfarë fati i keq, por përse duhet të ndeshej me atë? Nuk është në duar tona. Ne nuk mund të bëjmë asgjë më tepër. Përveç se të bëjmë tifo dhe të shpresojmë që i kemi mësuar mirë. Bëjmë të mirën tënde Konohamaru, vetëm kaq kërkoj, Mata-chan! Ju po talleni me ne, thjesht na bëj një nder ti kalama dhe largohu nga fusha. Më mirë vëllai, kalojmë në betejën tjetër. Mos e dëgjoj ata dhe vetëm luftojmë. Mos e dorëzo Konohamaru. Konohamaru vetëm vazhdo. Kjo ndoshta mund ta lëndoj Konohamarun, por nuk mund të ndaloj. Duhet të luftoj me aq fuqi sa kam. Vllai i madh,
Unë ndjej që ky ka qenë momenti im I shumë pritur gjatë gjithë jetës time. Erdhi momenti im që të shkaqej, që të gjithë janë të interesuar në këtë betejë, e gjithë bota po na shikon. Është mundësia ime që të tregoj që mund të luftoj. Mu këtu dhe tani do ta provoj që unë jam një shinobi I fshatit të gjethes. Pra, ke kujdes vëlla, sepse ja ku po vi. Në rregull, jam gati kur të jesh ti. Dhe filloni. Rasengani Gjikam! Çfarë? Hey, unë nuk ta kam mësuar atë akoma. Unë do ta përdorja edhe më përpara. A e di? Wow! Multiplikimi I kloneve jutsu. Multiplikimi I kloneve jutsu. Rasengan! Ha! 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 Çfarë ishte ajo? Nuk mund të shikoj asgjë. Hey, shikoni, ai djali unë poshtë, kaq shpejt? Kjo betejë mbaroi shumë shpejt. Në rregull, nxito, deklaro Naruton fituesin dhe to vazhdojnë tani. Pra tash më deklaroj e fitues. Më fal për këtë Konohamaru, por nuk isha në një zgjidhje tjetër, dua thjesht të bëhem çunin. Naruto fiton, fal kloneve dhe... A ke mundësi të vazhdosh akoma? Madje dhe pyet. Unë akoma nuk kam mbaruar. Ti sa po kam filluar. Kjo po, ky është shpirti luftarak. Wow! Po, pra, kjo po bëhet shumë qesharake. Kjo ndeshje duhet të ndalohet. Oh, tani e more vesh ti. E di, ai është Naruto Uzumaki që nuk do të luftoj kaq lehtë me të. Nëse ai s'do ta bënte nuk do e merrte seriozisht si kundërshtar. Naruto e di si është të ndihesh, I dobët fare. Ai është shumë I fortë. Nëse unë do mundesha që ta godisja vetëm një herë. Ti je vetëm një hap larg që të bësh një Hokage. Konohamaru, nëse ti do që të bësh një Hokage, ti duhet që të më mundesh mua në një betejë. Pa qishta, unë nuk do të jem më I dobët. Dhe që tani, ne jemi rival. Forca jemi Vazhdo djalosh. Mbaroj sa më shpejt këtë betejë, e ke në dorë. Djalosh, mund t'ja dalësh. Kjo është e saktë. E dëgjove, jep goditjen tënde më të mirë. Multiplikimi I kloneve jutsu. Ajo ishte jutsu I gjyshit tim. Dhe tani stili I zjarrit. Ti ju tani. Prit pak, prit pak, prit pak. E po të mendon. Atë e mosova nga Xhaxha Asuma. Atu më qënë që e ke një shfare. Po digjem. Unë nuk kam më shumë shken. As qakra gjithashtu. Por kam për ta goditur vetëm një herë. Ai po përpiqet të luftoj me gjithë fuqinë e tij, por ai ka për ta humbur atë. Oh, jo. Mri, a e godita atë apo jo? Ura! Konohamaru, ti adore. Juhu, të lumë! Kjo më pëlqeu. Ju e dini se ku jam. Konohamaru sa I dobi. Dhe një ditë unë do të jem një Hokage.
Unë nuk e llogaris një gjithë të tillë, Konohamaru. A mos vallë më harrove mua? Ti? Idiot. Idiot. Çfarë idioti? Ti idiot. Çfarë idioti është? Tani dëgjoni, diçka ndodhi në këtë round që shkakton direkt skualifikim. Numri 1. Përdorimi jutsu stage. Kjo është ilegale, sidomos në fushën e betejës. Ha? Naruto është kualifikuar për përdorimin e një jutsu ilegale. Fituesi është Konohamaru Sarutobi. Ha? Ja! Çfarë është kjo? Naruto Uzumaki skualifikuar. Naruto, ti mund të ishe bërë një çunin në çdo kohë që ti do doje. Pas së gjithash, është diçka që mund ta rregullojmë së bashku. E vërtet, ti je një yll Naruto, je një heroj fshatit të gjethes. Oh, e po unë them që është e vërtet. Ky është budallai Naruto që ne e njohim. Eja, le të shkojmë në shtëpi. Dalo, jo ka shpejt. Ha? Unë kam diçka që dua të them. E po mbaroj bukur apo jo? Tani, ti je i dobët. I dobët, por umbrova fshatin.